Rreth orës 17 të pasdites së sotme në fshatin Vogov të komunës së Gjakovës ka ndodhur një aksident trafiku. Në këtë aksident janë përfshirë 2 vetura dhe janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, si dhe 6 persona kanë marrur trajtim mjekësor. Rasti po hetohet nga Njësia Rajonale e Komunikacionit Rrugor. Sipas specialistit të mjekësisë emergjente, Dr. Gjo Komani, të gjithë të lënduarit kanë marrë ndihmën e parë, ndërsa 2 prej tyre janë transportuar për trajtim më të tjeshëm në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë. Ka ndodhur një aksident komunikacion këtu në periferitë Gjakovës, ka qenë përfshirë disa makine sipas informata, edhe lëndimet janë trajtuar në mënyrë shumë të rregullt. 2 raste janë çuar për Prishtinë, me lëndime pak më të theksuara, të cilat kërkojnë trajtim më të veçantë. Sipas informacioneve zyrtare nga policia, rreth orës 17 në fshatin Vogov, Gjakov, ka ndodhur një aksident trafiku mes 2 automjeteve. Sipas saj, 6 persona kanë pësuar lëndime trupore dhe janë shkaktuar dëme materiale. Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar në trafik dhe respektim të rregullave për të shmangur aksidente të tilla.